Ringjallja e Jezus Krishtit ndryshoi gjithçka. Kështu filloi një nga periudhat më të jashtëzakonshme dhe të vrrullshme në historinë e njerëzimit. 30 vite të ardhshme do të shënjoheshin nga rebelimi, shtypjet, përndjekjet dhe trazirat, të cilat nuk ishin parë kurrë më parë. Dhe në qendër të kësaj stuhie ishte një grup dishepujsh të shtresës së ulët, djegës të atij që i quajtën Mesia, të zgjedhur personalisht nga Jezusi për të çuar mesazhin e tij të shpresës dhe paqes në një botë të humbur që po vdiste. Këta revolucionarë do të përballeshin me kundërshtime dhe përndjekje të ashpra, ndërsa luftonin për të themeluar atë që më vonë do të bëhej kisha moderne. Besimi i tyre i flak dhe përkushtimi i zellshëm frymëzoi një kombë, transformoi një kulturë dhe ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e historisë njerëzore. Kjo është historia e tyre, historia e një revolucioni që ndryshoi botën. Por tani, le të zbulojmë shkrimet që fshihen pas kësaj historie dhe mësimet që mund të mësojmë prej tyre në moment vendimtar me doktor David Jeremia. Dhe sa herë që ne bëjmë ceremonitë krishtere, qoftë pagëzime apo darkën e Zotit, ne po i themi me zë të lartë kujdo që po na sheh, ai është gjallë, po ai është gjallë. Bashkoni me ne për mesazhin e sotëm me titull Nga pikëllimi në lavdik. Maria Magdalena i anguli syt skenës së zymt me një zemër shumë të rënduar. Ajo dhe mikesha e saj një tjetër Mari kishin parë dhe qarë, ndërsa dy ndjekës të Jezusit, Jozefi i Arimateas dhe Nikodemi, kishin vendosur në varrin e Jozefit trupin e mështjellë të mësuesit të saj. Më pas, dy burrat dolën nga guva e gdhendur, pren litarët që mbanin një gur të stërmadh që peshonte gati 2 ton. Ai gur lëvizi nga vendi i vet dhe aq i stërmadh ishte sa u rrokullis në një platformë për të vendosur me një zhurmë të thatë para hyrjes së varrit. Kishte mbaruar. Shpresat që këto gra kishin ushqyer për 3 vjet tani ishin bërë poaq të rënda dhe të vdekura sa dhe trupi pas atij guri. Ato kishin parë burimin e shpresave të tyre të psonte një vdekje mizore dhe torturuese. I gozhduar në një kryq nga vetë perandoria romake, prej së cilës ata shpresonin që kishte ardhur t'i çlironte. Dhe tani ai qëndronte i shtrirë dhe në heshtje në errësirën e varrit. Dhe kur ai gur i madh u vendos në vend, duke mbuluar hyrjen e varrit, të dy gratë u kthyen dhe me trishtim filluan rrugtimin për në shtëpi. Maria Magdalena ishte më e njohura nga gratë që e ndiqnin Jezusin dhe ajo kishte qenë një dishepulle e përkushtuar dhe mbështetëse financiare e shërbesës së tij që prej fillimit fare. Prandaj mëngjesin tjetër, pasi kishin parë mësuesin e tyre të varrosej, ajo shkoi te varri me erëza për ta vajosur më shumë trupin e Jezusit. Ishte një akt prekës dashurie, pavarësisht zhgënjimit të saj të madh. Ajo kishte për qëllim ta nderonte drejtuesin e saj të ekzekutuar. Kur Maria arriti te varri, diçka e ndaloi në rrugën e saj. Goja e zezë e varrit ishte e hapur plotësisht. Guri ishte zhdukur, nuk ishte rrokullisur në përvazhdën e tij, por në mënyrë të pashpjegueshme ishte pllakosur për tokë disi larg nga vetë varri. Habia e saj nuk u shkaktua nga ndonjë mendim se Jezusi ishte ringjallur. Ajo mendoi se varri ishte bastisur dhe shumë e mërzitur, u largua duke vrapuar për t'u treguar dishepujve. Tani e shtuna mes kryqëzimit dhe ringjalljes ishte padyshim dita më e gjatë që dishepujt kishin pasur gjatë gjithë jetës së tyre. Edhe ata i kishin vendosur shpresat e tyre te Jezusi, por tani ky njeri tek i cili ata për 3 vjet kishin investuar jetën e tyre kishte vdekur. Shpresat dhe ëndrat e tyre ishin zhdukur. Ata thjesht qëndronin në një vend të pushtuar nga pikëllimi. Dhe ja ku ishin të mbledhur bashk, këta burra të druajtur dhe të friksuar, kur krejt papritur, Maria Magdalena shfaqet në mes të kësaj skene të zymt dhe bërtet, e kanë hequr Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e vun. Dishepujt mbetën të shtangur. Çfarë mund kishte ndodhur? Dhe menjëherë Pietri dhe Gjoni u ngritën dhe vrapuan për te varri, dhe ndërsa po arrinin te varri duke pritur ngjarjen më të keqe, përballen me një skenë për cilën asgjë nuk mund t'i kishte përgatitur. Rroba që kishte mbuluar fytyrën e Jezusit ishte e palosur dhe vendosur më njanë.
Dhe rripat e pëlhurës me të cilat ishte i lidhur trupi i tij që të qëndronte i pacënuar ishin ashtu siç Jozefi dhe Nikodemi i kishin mbështjellë rreth trupit të Jezusit. Ato kishin ruajtur formën e një trupi, por brenda tyre nuk ishte trup. Mbështjellja dukej si një kristalizë fluture bosh nga brenda. Gjonit I mjaftoi vetëm që të shihte gjendjen e rrobës së varrit dhe menjëherë besoi se Jezusi ishte ringjallur prej së vdekurish. Nuk na thuhet nëse edhe Pietri e besoi këtë në atë çast, por nuk mund ta mohojmë se të dy këta burra kishin parë një fenomen të pabesueshëm dhe nxituan për t'u treguar të tjerëve për ato që kishin parë. Maria nuk u kthye me Pietrin dhe Gjonin, por ajo qëndroi duke qarë jashtë varrit. Dhe pas pak kohësh, ajo u përkul për të parë brenda hyrjes së errët dhe në atë çast ajo përjetoi tronditjen e dytë më të madhe të asaj dite. Sepse te vendi I përgatitur për t'u vendosur trupi I Jezusit po qëndronin të ulur dy engjëj të shndritshëm të veshur me të bardha, dhe teksa po shihnin Marin, ata e pyetën atë: "O grua, pse po qan?" Ajo u përgjigj atyre: "Sepse e kanë hequr Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënë." Pastaj, Maria ndjeu praninë e dikujt jashtë hyrjes dhe pasi u kthye, pa një burr që po qëndronte aty dhe mendoi se do të ishte kopshtari. Prandaj edhe një herë ajo e pyeti kopshtarin ku e kishte çuar Jezusin. Por pastaj kopshtari foli dhe në çastin që ai shqiptoi emrin e saj, ajo e njohu zërin e tij. Ai ishte shpëtimtari I ringjallur. Jezusi I saj ishte I gjallë. Prandaj e mbushur me gëzim, ajo vrapoi për t'u treguar të tjerëve, me qëra fjala mëngjesin e Pashkës pati shumë vrapime. E keni vënë re këtë? Shumë vrapime. Ajo vrapoi për t'u treguar të tjerëve se kishte parë shpëtimtarin e ringjallur. Më vonë gjatë asaj mbrëmje, dishepujt ishin mbledhur pas një dere të kyçur, ende duke vajtuar për humbjen e shpëtimtarit të tyre, mbase po flisnin dhe si t'i shpëtonin zemrimit të drejtuesve judenj, që me siguri donin të vdekur ashtu si Jezusin. Dhe në mes të takimit të tyre, papritur një burr shfaqet në dhomë dhe u thot atyre: "Paqja me ju." Por dishepujt nuk gjetën as pak paqe, ata ishin të tmerruar. Për shkak se njeriu në dhomë nuk ishte futur nga dera, sepse dera ishte ende e kyçur. Mos ishte një fantazm? Por pastaj burri u tregoi duart e shpuara nga gozhdët dhe brinjën e tij. Ishte Jezusi. Ai vërtet ishte ringjallur prej së vdekuri. Tani një prej dishepujve, siç e dini, nuk ishte në takim. Thoma quhej ai, dhe kur ai u kthye, dishepujt mezi po prisnin t'i tregonin se çfarë kishte ndodhur atë natë pas dyerve të mbyllura në dhomën e sipërme. Dhe kur ia than këtë, Thomai nuk e besoi as edhe për një çast. Dhe ai tha: "Po nuk e pash në duart e tij shenjën e gozhdëve dhe po nuk vura gishtin tim te shenja e gozhdëve dhe dorën time në brinjën e tij, unë nuk do të besoj." Pra 8 ditë më vonë, Jezusi ju shfaq sërish dishepujve dhe këtë herë Thomai ishte me ta. Dhe Jezusi shkoi menjëherë te Thomai dhe I tha atij: "Vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia. Shtrije edhe dorën dhe vëre në brinjën time dhe mos I mosbesues, por besues." Dhe dyshimet e Thomait u venitën menjëherë dhe ai shprehu një nga deklaratat më të mëdha të besimit në Bibël. Ai tha: "Zoti im dhe Perëndia im." Është e çuditshme që dëshmitarët që e raportuan të parë të ringjalljen nuk ishin miqtë e Jezusit, por armiqtë e tij. Ushtarët romak, për shembull, që qëndruan në rojë te dera e vdekjes, të dielën që herët në mëngjes ata pan skenën më spektakolare që ka dëshmuar ndonjëherë një njeri, por për ta kjo ngjarje nuk ishte as pak një përvojë e këndshme. Ajo filloi me një tërmet që ishte kaq I papritur dhe kaq I fuqishëm sa shkundi gjithë dheun dhe asnjëri prej tyre nuk mund të qëndronte në këmbë. Dhe pastaj një engjëll I madh, I shndritshëm si vetëtima dhe I veshur me rroba të bardha, zbriti nga qielli dhe hoqi gurin e stërmadh nga hyrja e varrit dhe hodhi tutje si të ishte një guralec. Fenomeni I paprecedent I mbi ngarkoi ai shumë mendjet e ushtarëve, sa ata ra në tokë nga të fiktit. Dhe kur u zgjuan dhe pan të varri tani I boshatisur, e kuptuan që ishin në telashe të mëdha. Sepse kuptoni që kishin dështuar në detyrën kritike që kishin.
e kishin lënë të burgosurin që të ikte. Dhe nga frika se çfarë do t'u bënin atyre komandantët romak kur ta zbulonin këtë, ata shkuan te drejtuesit judenj për të mësuar nëse mund t'i ndihmonin. Pra shkuan për t'u treguar historinë e tyre krerëve të prithrinjve dhe për t'u shpjeguar se çfarë kishte ndodhur. Këta judenj e dinin se nëse përhape historia e ushtarëve, se varri ishte bosh, të gjitha manipulimet e tyre për ta hequr qafe Jezusin do të ishin të padobishme. Por ata e dinin edhe që njerëzit do t'i pyesnin ushtarët se çfarë kishte ndodhur me trupin atë natë. Prandaj priftërinjt judenj, drejtuesit fetar të Izraelit, i ofruan një rishfet ushtarëve romak. Ata i ofruan një shumë parash dhe u thanë, nëse u thoni të gjithëve atë që do t'u themi ne që të thoni, do t'ju japim këto para. Dhe ja se çfarë do t'u thoni. Duhet t'u thoni të gjithëve se dishepujt e tij erdhën natën dhe e vodhën ndërsa ne po flinim. Tani, kjo nuk ishte ndonjë zgjidhje shumë e mirë për ushtarët, por ishte gjëja më e mirë. Kuptoni se ta lësh të ikë i burgosuri është një gjë, por është një gjë tjetër që të biesh në gjumë ndërsa bën roj. Prandaj atyre judesh të pranonin se i kishte zënë gjumi, dhe që një ushtar romak, që një antar i ushtrisë së trajnuar në mënyrën më të rreptë në botë, ta zinte gjumin në krye të detyrës ishte një krim që ndeshkohej me vdekje. Por ata e pranuan rishfetin dhe treguan këtë histori, duke marrë sigurim nga drejtuesit judenj se nëse do të kishin të lashe, këta do t'i mbështesnin përpara Pilatit. Këta judenj e dinin se Pilati ishte po aq i interesuar sa dhe ata për t'i shuar këto thashëtheme për ringjalljen. Tani, pas ringjalljes, Jezusi qëndroi në tokë edhe për pak kohë dhe ju shfaq shumë njerëzve, njëherë më shumë se 500 njerëzve në të njëjtën kohë. Pastaj pas 40 ditësh, na thuhet se Jezusi i nxori dishepujt e tij jashtë Jeruzalemit në Betani, ku ngriti duart lart dhe i bekoi ata dhe pastaj ndodhi diçka e jashtëzakonshme. U ngrit lart dhe një re e përfshiu dhe u ahoqi prej syve të tyre dhe si ata po i mbanin sytë ngulitur në qiell, ndërsa ai po largohej, ja dy burra me rroba të bardha ju paraqitën atyre dhe than burra Galileas, pse qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qiell. Dhe edhe pse këta dishepuj nuk e kishin idenë se çfarë do t'u ndodhte atyre dhe si do të merrnin fuqi nga fryma e shenjtë për të qenë drejtuesit e lëvizjes revolucionare të kishës. Ajo që ndodhi kur ata e pan Zotin e tyre të ngjitej lart, i mbushi ata me një ndjesi gëzimi dhe shprese. Dhe Biblia na thot se ata u kthyen në Jeruzalem dhe qëndruan aty së bashku, duke u lutur dhe duke pritur për premtimin e frymës së shenjtë. Kjo ngjarje e nxjerr krishterimin jashtë nga dimensioni filozofik dhe shndron atë në një fakt të historisë. Na vërteton se ka jetë pas vdekjes, se kur të vdesim, do të vazhdojmë të jetojmë, gjithse cili prej nesh do të jetë gjallë përgjithmonë diku. Ne ose do të jemi gjallë duke qenë të ringjallur përmes Krishtit, dhe në praninë e tij ose do të jemi përgjithmonë larg pranisë së tij, por nuk ekziston asgjësimi i shpirtit. Ne nuk vdesim si qend për t'u harruar përgjithmonë. Gjithse cili brenda vetes ka një jetë që do të vazhdojë ose në prani të Perëndis, ose jashtë pranisë së tij. Nuk ka krishtërim pa ringjallje, mund thoni po doktori Jeremia, unë jam i krishterë dhe besoj se Jezusi vdiq, por nuk i besoj këto gjëra për ringjalljen. Po, më lejoni t'ju them qartë, ju nuk mund ta kuptoni ringjalljen dhe të jeni të krishterë, por nuk mund ta mohoni ringjalljen dhe të jeni të krishterë. Sepse nëse e mohoni ringjalljen, ju mohoni krishtërimin dhe nuk mbetet më asgjë për të besuar. Tani sot nuk kemi shumë kohë që të shqyrtojmë të gjitha provat për ringjalljen, por unë kam zgjedhur disa prej tyre. Për të na ndihmuar të kuptojmë se doktrina që Jezusi doli prej varrit nuk mbështetet në ndonjë trillim teologjik, por që mbështetet në prova të forta historike, që do ta ngrej lart besimin ton kur të përballemi me pasiguritë e brezit ton. Më lejoni ta filloj duke ju dhënë disa prova që janë të bazuara te parashikimet. Një nga mrekullitë më të mahnitshme të gjithë historisë është se Jezusi parashikoi se çfarë do t'i ndodhte atij dhe i ndodhi saktësisht siç tha ai. Disa njerëz thonë, po unë mendoj se as Jezusi nuk e mendoi se do të ringjallej. Po e mendoi. Në Dhjetën e Re na thuhet her pas here se Jezusi e parashikoi ringjalljen e tij. Më lejoni t'ju tregoj disa vargje për këtë. Mateu 16:21.
që nga i qast Jezusi filloi të sqarojë dishepujve vet se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë për shkak të pleqjve, të krerëve, të prithërinjve dhe të skripëve, se do të vritej dhe do të ringjallej në të tretën ditë. Jezusi e tha këtë. Mateu 17:9. Pastaj kur po zbrisnin nga mali, Jezusi u dha atyre këtë urdhër duke thënë: Mos i flisni askujt për këtë vegim derisa biri i njeriut, po flet për veten, të jetë ringjallur prej së vdekuri. Mateu 17, por ndërsa ata qëndronin në Galilej, Jezusi u tha atyre: Biri i njeriu do t'u dorëzohet në duart e njerëzve dhe ata do ta vrasin, por ditën e tretë ai do të ringjallet. Dhe te Mateu 20, janë ngjitemi në Jeruzalem dhe biri i njeriu do t'u dorëzohet krerëve, të prithërinjve dhe skripëve, dhe ata do ta dënojnë me vdekje, do t'u dorëzojnë pastaj në duart e paganëve, që ta tallin, ta fshikullojnë dhe ta kryqëzojnë, por ai ditën e tretë do të ringjallet. Të gjithë ne e dim parashikimin e Zotit ton se ai do të vdiste, por shumë prej nesh nuk e din se sa herë që ai parashikoi se do të vdiste, gati me të njëjtën frymë ai parashikoi edhe që do të rikthehej nga varri. Ai e parashikoi se do të ndodhte dhe ndodhi saktësisht siç tha ai. Dikush duhet të jetë në kontroll të këtyre ngjarjeve që një gjë e tillë të ndodhë, dhe vetëm Perëndia ka aftësinë ta bëjë këtë. Pra parashikimet për ringjalljen e tij dëshmojnë për realitetin e saj. Numri 2. Më lejoni t'ju jap disa prova nga e shkuara, që në hapjen e librit të Veprave të Apostujve në Dhjetën e Re, autori i librit, një autor njerëzor, Luka, e fillon vargun e 3 të kapitullit parë me këto fjalë. Le të lexojmë çfarë na ka thënë ai: Jezusi ju paraqit i ngjallur me shumë prova bindëse. Cilat ishin provat që Jezusi i përdori për të treguar se ai u ringjalli? Po më lejoni t'ju bëj një pyetje: nëse do të vdisni dhe do të ringjalleshit dhe do donit që njerëzit të besonin që jeni ringjallur, çfarë do të bënit? Po do t'u tregonit atyre veten të gjallë. Dhe Jezusi saktësisht këtë gjë bëri. Prova më e fortë e ringjalljes janë shfaqjet e shumta të Jezus Krishtit pasi ai ishte ringjallur. Shkrimi regjistron të paktën 12 me shfaqje të tilla të ndryshme. Ato ndodhen si individëve, ashtu edhe grupeve, në vende të ndryshme, në një shtëpi dhe në rrugë, dishepujve që ishin të trishtuar dhe atyre të lumtur, në çaste të shkurtra dhe në raste kur u shfaq për një kohë të gjatë. Dhe po ju jap një listë të përmbledhur me këto shfaqje, më dëgjoni me kujdes. Jezusi së pari ju shfaq Maria Magdalenës te varri dhe grave të tjera që po ktheheshin nga varri. Ai ju shfaq më vonë Pjetrit në të njëjtën ditë, edhe 2 dishepujve rrugës për Emaus. 2 herë ju shfaq ai apostujve brenda një dhome të kyçur, një herë kur Thomai ishte i pranishëm dhe një herë kur ai nuk ishte. Ai ju shfaq 7 dishepujve në detin e Galiles. Ai ju shfaq 500 besimtarve në malin e Galiles dhe sërish të 11 apostujve. Ai gjithashtu ju shfaq Jakobit, më vonë ai do t'i shfaqë edhe Saulit, dhe ju shfaq Gjonit në ishullin e Patmosit. Tani, a mund ta kenë pasur gabim gjithë këta dëshmitar? Më lejoni t'ju tregoj se çfarë sugjerojnë kritikët. Ata sugjerojnë se dëshmitarit ishin pjesë e një komploti, që ata komplotuan së bashku për të thënë se Jezusi ishte ringjallur prej së vdekuri që të mund të vazhdonin trashëgimin e gjatë të drejtuesit të tyre të vdekur. Me fjalë të tjera, të gjithë këta dëshmitar të ringjalljes, sipas skeptikëve, planifikuan një komplot dhe kryen këtë komplot në mënyrë që ne të lexojmë sot për të. Por këtu ka disa gjëra të gabuara. Pikë së pari, ishin shumë dëshmitar që një marrëveshje e fshehtë ose një komplot të funksiononte. Ishin shumë. Së dyti, dëshmitarët që dëshmuan për ringjalljen e Jezusit ishin të gatshëm të vdisnin për këtë fakt. Mendoni për këta dëshmitar, shumica prej tyre ishin dishepujt e parë dhe siç e mbani mend gjatë kryqëzimit, ata nuk ishin të pranishëm, ata e lanë Jezusin vetëm, ata kishin frikë, ata ishin frikacak. Por pas ringjalljes së Krishtit, këta dëshmitar frikacak u bën dëshmi kumbuese, u bën ungjilltar të ungjillit. Të gjithë ata përveç Gjonit, apostullit, patën vdekje prej martiri për shkak se predikonin ringjalljen e Jezus Krishtit si një të vërtet. Kërkon më shumë besim që të besosh se apostujt e shpikën këtë se sa thjesht të besosh të vërtetën e Biblës. Në fakt, Charles Colson shpreh një mendim interesant për këtë në librin e tij.
E dini ai dikur ka qenë këshilltar special i presidentit Nixon, pjesë e gjithë çështjes së Watergate-it dhe u shpëtua në burg. Ai filloi shtërbesat Prison Fellowship dhe Angel Tree dhe të gjitha gjërat që janë pjesë e jetës së tij që kur erdhi te Krishti. Në një prej librave të tij ai thotë: "Përvoja ime gjatë skandalit të Watergate-it më bindi për provën historike të ringjalljes." Dhe i vazhdon dhe thotë se këshilltarët më të ngushtë të presidentit Nixon u mblodhën bashkë dhe komplotuan për të mbajtur të fshehtë hyrjen e palishme në hotelin Watergate. Por megjithatë, komploti u zbulua 3 javë pasi u bë, kur këshilltari ligjor i Nixonit, John Dean, nga frika e burgosjes, shkoi te prokurorët dhe u ofrua që të dëshmonte në këmbim të imunitetit për të shpëtuar lëkurën e tij. Komplotistët e tjerë ndoqën të njëjtën rrugë duke rrëzuar presidencën e Nixonit dhe ja se çfarë ka thënë Colsoni. Mendojeni pak, burrat më të fuqishëm rreth presidentit të Shteteve të Bashkuara nuk mundën ta mbanin një gënjeshtër as për 3 javë. Dhe ju doni që të besoj se 12 apostujt të pafuqishëm të përndjekur në mërgim, disa të martirizuar, drejtuesi i tyre Pjetri i kryqëzuar me kokë poshtë, që këta burrat zakonshëm dhanë jetën e tyre për një gënjeshtër, pa i thënë askujt asnjë fjalë për këtë. E pamundur. Njerëzit vdesin për diçka që besojnë se është e vërtet, por njerëzit nuk vdesin kurrë për diçka që dinë se është e rreme. Jo, nuk ishte asnjë komplot. Këta ishin shembuj të shumë të burrave dhe grave që dëshmuan për ringjalljen e Krishtit. Provat nga e kaluara. Dhe tani kemi provat nga e tashmja. A e dini se çdo ditë të jetës tonë këtu në tokë ne i japim dëshmi për ringjalljen e Krishtit? Më dëgjoni pak, mos e harroni kurrë. Jezus Krishti është pika qendrore e gjithë historisë. Aq shumë sa ne datojmë historinë në bazë të ardhjes së tij në këtë tokë. Besimi ynë i krishterë ishte prova e parë. Pali e thot në këtë mënyrë, por në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, predikimi ynë është i kotë. Dhe i kotë është edhe besimi juaj. Por në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj, ju jeni ende në mëkatet tuaja. Pali thot se ringjallja është kaq vendimtare, sa nëse ai nuk do të ishte kthyer nga varri, nuk do të ekzistonte ai që quhet krishtërim. Besimi ynë do të ishte bosh, do të ishte i kotë dhe ne do të ishim ende në mëkatet tona. Ringjallja e Jezusit është bërthama e besimit të krishterë. Doktrina që Jezusi u ringjall prej së vdekuri është ajo që e ktheu botën përmbys. Nëse Jezusi nuk do të ishte ringjallur, atëherë zonja dhe zotrinj nuk do të kishte besim të krishterë. Nëse ringjallja nuk do të ishte e vërtet, nuk do të kishte asnjë gjë jetësore apo të veçantë te Ungjilli. Është thënë se nëse ringjallja e Jezus Krishtit nuk do të ishte një fakt historik, atëherë është detyra jonë të gërmojmë një varr të ri dhe të varrosim aty jo një njeri, por të gjithë besimin e krishterë. Apologjeti Walter Martin ka thënë kështu: cila është e vërteta qendrore e predikimit të hershëm të apostujve? Cila ishte nxitja për rritjen me mrekulli të kishës së hershme? Cila ishte forca që i dha energji për hapjes së ungjillit në të gjithë sipërfaqen e tokës? Përgjigjja për gjitha këto pyetje është ringjallja e Jezus Krishtit. Ai është gjallë, ishte thirrja ngavnjimtare e të krishterëve të hershëm dhe ata prapën këtë deri në fund të tokës. Ditën e Pashkës ne shpesh e fillojmë mesazhin ton duke thënë: ai është gjallë, dhe ju ma ktheni: po, ai është gjallë. Kjo është gati si një amen i stërgjatur. Prandaj le ta themi tani: ai është gjallë. Po, ai është gjallë. Amen. Dhe besimi krishterë është dëshmi për këtë. Numri 2. Kisha e krishterë. Kryqëzimi kishte shënuar fundin e përvojës së dishepujve me Krishtin. Si mund të kishte lindur kisha atëherë nëse nuk do të kishte ringjallje? Atëherë si e shpjegoni kishën? Kisha është themeluar mbi Jezusin, Mesian, dhe një Mesia i vdekur nuk është as pak Mesia. Një Mesia i ringjallur duhej që të përmbushte profecitë për Jezusin si biri i Perëndis. Dhe kisha mbijeton dhe lulëzon vetëm për shkak se Jezusi doli nga varri, duke na treguar se ka jetë pas vdekjes. Besimi i krishterë dhe kisha e krishterë, dhe po ju them të preferuarën time, e diela e krishterë. Gjon 20, vargu i parë thot: por ditën e parë pas së shtunës, Maria Magdalena shkoi te varri dhe pas se guri ishte hequr nga varri, dhe zonja e Zotrit, cila është dita e parë pas të shtunës, është e diela. Te Veprat e Apostujve 20, vargu 7 thuhet: ditën e parë të javës, kur ishin mbledhur dishepujt për të thyer bukën.
E diela është një dëshmi e mrekullueshme e ringjalljes. A ju shkon mendja të ndonjë ngjarje tjetër historike, e cila kremtohet 52 herë në vit, siç kremtohet ringjallja? Sa herë që vim në kish të dielën, ne po themi ai është gjallë, po ai është gjallë. Besimi krishter, kisha e krishter, e diela e krishter, ceremonitë e krishtera. Ne e kremtojmë vdekjen e Krishtit për shkak se vdekja e Krishtit është fillimi i ringjalljes së Krishtit. Dhe sa herë që ne bëjmë ceremonitë krishtera, qoftë pagëzime apo darkën e Zotit, ne po i themi me zë të lartë kujdo që po na sheh, ai është gjallë, po ai është gjallë. Dhe së fundmi, prova e fundit që duhet ju them janë jetët e ndryshuara të njerëzve që ishin aty në atë kohë. Siç e mbani mend, kur Jezusin e arrestuan, dishepujt filluan të shpërndaheshin, u larguan. Deri në kohën kur Jezusi shkoi në kryq, vetëm një dishepull kishte mbetur dhe ai ishte Gjoni, që po qëndronte me nënën e Jezusit te këmbët e kryqit. Të gjithë ishin zhdukur. Ata ishin strukur pas dyerve të kyçura nga frika se mos ajo që i ndodhi Jezusit do t'u ndodhte atyre. Pas kryqëzimit dishepujt u fshehën edhe më shumë. Por sapo ata u bindën se Jezusi ishte gjallë, një lloj mrekullie ndodhi tek ta njerëz. Ky grup me dishepuj frikacak u shndrrua në një grup lajmëtarësh të guximshëm për Jezus Krishtin. Ata udhëtuan në mbar botën dhe dhanë jetën e tyre për t'u treguar njerëzve se ata e kishin parë Krishtin e ringjallur, që ai nuk vdiq dhe shkoi në varr, por që shkoi në varr por u ringjall të tretën ditë fitimtar mbi vdekjen. Unë dua që t'ju them edhe një herë dhe më ndihmoni ta bëj këtë. Ai është gjallë. Dhe ky shpëtimtari i ringjallur është ai për cilin keni nevojë në jetën tuaj. Nëse nuk e keni pranuar kurrë, nëse nuk i keni kërkuar kurrë atij që të vi, ja se çfarë duhet bëni. Duhet të shqyrtoni dy gjëra. Së pari duhet besoni se ai është ai që thotë se është. Por sërish kjo nuk mjafton. Pasi ta besoni këtë, ju duhet ta pranoni. Ju duhet pranoni atë që ai bëri dhe t'i thoni Zoti Jezus, faleminderit për atë që bëre në kryq dhe për atë që bëre kur dole nga varri. Unë besoj këtë dhe tani e pranoj këtë për veten time, duke pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tim personal. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo te një kishë zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.